të nderuar shikues nga studio e lajmeve në Blu Televizion. Transformimi i vilave në Vlorë parashikon zhdërimin në struktura luksoze për turist, investitor dhe personalitete VIP. Megjithatë, pavarësisht fondit akorduar dhe prezantimit publik të projektit, punimet ende nuk kanë nisur dhe nuk ka informacion se kur pritet të nisë zbatimi në teren. Projekti i transformimit të vilave qeveritare duket se ka mbetur vetëm në letër. Me një vendim të Këshillit të Ministrave, ishte gati investimi që do të kthente vilat qeveritare në Vlorë dhe Velipoj në rezidenca akomoduese me 5 yje. Projekti parashikonte që rezidenca qeveritare në Vlorë prej 1644 metra katror që përdoret nga qeveritarët të kthehet në një fshat turistik të gdhendur në Dru, që do të ketë prioritet turistët e luksit. Pjesa e pritjes së figurave më të larta të politikës ndërkombëtare, artistëve dhe sportistëve me famë botrore, do të ishin dhe 2 vilat që ndodhen mbi tunelin në ujin e ftohtë, që më parë janë përdorur përgjatë sistemit komunist për qëndrimin aty të funksionarëve më të lartë. Por megjithse projekti u miratua në shkurt të këtij viti dhe pritej të niste shumë shpejt nga puna, në teren nuk ka asnjë shenjë nga nisja e punimeve. Nuk ka ende asnjë shenjë nga nisja e punës për ndryshimin dhe transformimin në total të vilave qeveritare, ku me një projekt të qeverisë shqiptare dhe gjithashtu ministrive të linjës ishte parashikuar për t'i kthyer në rezidenca me 5 yje për pritjen e politikanëve apo edhe figurave të shuara ndërkombëtare. Në projektin e miratuar në shkurt, kur u shpallë kompania e huaj fituese që do të realizonte projektin, synohej transformimi i rezidencave nga strukturat e amortizuara dhe të pashfrytëzuara në qendra bashkëkohore të turizmit elitar dhe zhvillimit ekonomik. Rezidencat qeveritare do të përfshin sipas projektit standardet më të larta të mikpritjes bashkëkohore, të mbështetura nga teknologjitë e avancuara dhe dizajni bashkëkohor. Transformimi i tyre synonte të krijojë një përvojë unike për turistët, investitorët dhe personalitetet VIP, duke i kthyer ato në modele të qëndrueshmërisë ekonomike dhe mjedisore. Vlen të theksohet fakti se mungon informacioni se kur do të nisë realizimi i këtij projekti. Praktikisht në fundin e vitit të ardhshëm të gjitha rezidencat qeveritare duhet të ishin transformuar në Vlorë dhe në Velipoj, por punimet nuk kanë nisur ende dhe nuk dihet se ku qëndron ngërçi, duke patur parasysh që është akorduar fondi, lançuar publikisht projekti si dhe shpallur firma e huaj fituese. Një i nënës dhe tjetri njerëkës, kështu mund ta përshkruash pamjen që të ofrojnë sot fasadat e pallateve në zonën pranë bashkisë së Vlorës. Disa prej fasadave të pallateve janë rikonstruktuar në total kohë më parë, ndërsa shumë të tjerë janë në gjendje më shumë se të dëmtuar, siç mësohet situata vijon për shkak të problemeve të pronësisë. Një i nënës dhe tjetri i njerëkës, kështu mund ta përshkruash pamjen që të ofrojnë sot fasadat e pallateve në zonën pranë bashkisë së Vlorës, aty ku disa prej fasadave të pallateve janë rikonstruktuar në total kohë më parë, ndërsa shumë të tjera janë në gjendjen më të degraduar të mundshme prej disa vitesh. Siç njihet ndryshe, zona tek Gjashkatëshi prej pak vitesh ka këtë realitet, ku disa godina banimi shumë katëshe janë rehabilituar edhe në brendësi, ndërsa të tjera rrezikojnë të shemben nga degradimi. Siç mësohet, kjo situatë është shkaktuar nga problemet e pronësisë që kanë shumë prej godinave, që nuk kanë lejuar ndërhyrjet e këto të fundit. Në zonën pranë bashkisë së Vlorës mund të takosh sot 2 pamje në të njëjtin territor, për sa i përket fasadave të godinave të banimit disa katëshe. Disa prej godinave të banimit janë rehabilituar vitet e fundit, ndërsa disa të tjera vijojnë që të jenë në gjendjen e degraduar. Krahas rreziku të për të shembur këto godina sigurisht të ofrojnë një pamje as pak dinjitoze për një zonë e cila është tepër e frekuentuar. Në këtë zonë, por edhe në lagjen e vjetër Muradije, si edhe në zonën tek Sahati, pak vite më parë u realizua një projekt për rehabilitimin e fasadave të pallateve. Por që projekti të aplikojë, duhet të hidhnin firmën të gjithë pronarët. Ky projekt nuk u zbatua vetëm tek ato godina banimi shumë katëshe që kishin probleme të pronësisë. Kjo gjë më pas bëri që disa prej fasadave të pallateve të rehabilitoheshin, ndërsa shumë të tjera të mbeteshin në të njëjtën gjendje. Në këtë zonë sheh sot pallate në kushte të mira infrastrukturore dhe godina të tjera banimi të degraduara, pa dyer dhe dritare, me mure të rrëzuar që rrezikojnë shembjen. Krahas saj të ofrojnë një pamje as pak dinjitoze për një zonë e cila është tepër e frekuentuar në qytet. Ndërmarrja e pastrimit Vlorë dhe ndërmarrja e shërbimeve publike nuk do të jenë më në të njëjtën godinë në të cilën kanë funksionuar prej vitesh së bashku. Në SHP do të zhvendoset në ish gjimnazin Shaban Demiraj.
Dy prej ndërmarrjeve të Bashkisë së Vlorës po ndahen përfundimisht mes tyre. Ndërmarrja e pastrimit Vlorë dhe ndërmarrja e shërbimeve publike nuk do të jenë më në të njëjtën godinë, në të cilën kanë funksionuar prej vitesh së bashku. Ndërmarrja e shërbimeve publike ka nisur të zhvendoset në ish gjimnazin Shaban Demiraj. Duke nisur nga dita e njëjte, punonjësit po zhvendosin bazën materiale në vendodhjen e tyre të re. Ndërmarrja e shërbimeve publike po zhvendoset në ambientet e reja. Kjo strukturë e rëndësishme e Bashkisë të Vlorës po transporton bazën materiale dhe të gjitha pajisjet në ish gjimnazin Shaban Demiraj. Vendodhja e re e ndërmarrjes të shërbimeve publike do të jetë në lagjen kushtrimi për gjatë aksit Ramize Gjebrea. Ky vendim duhet ishte zbatuar edhe më parë, por siç mësohet, ka marrë më tepër kohë për shkak të përshtatjes dhe reabilitimit që i është bërë ambienteve të ish gjimnazit Shaban Demiraj për të kthyer në funksional. Kjo për shkak se godina e këtij gjimnazi prej vitesh qëndronte e mbyllur, si dhe amortizimi i saj kishte prekur çdo ambient. Godina i është nënshtruar një reabilitimi të pjesëshëm të saj. Për javës që vjen, ndërmarrja e shërbimit publik do të nisë funksionimin në ambientet e saj të reja. Kjo ndarje është organizuar me qëllim për garantimin e më tepër hapësirave për dy ndërmarrjet, të cilat ndër vite kanë kërkuar më shumë ambiente për shkak të numrit të lartë të punonjësve, bazës së shumtë materiale dhe automjeteve të shumta që kanë në përdorim. Si pjesë e ndërmarrjes së shërbimeve publike në ish gjimnazin Shaban Demiraj, do të zhvendoset edhe sektori i ndriçimit, si dhe pjesa e administratës së bordit të kullimit. Fluksi lartë i pushuesve vendas dhe të huaj ka sjell trafik të rënduar në Vlorë që në orët e para të kësaj të shtune. Situata më problematike ndodhet në aksin transballkanike Lungomare dhe Radhim Orikum, ndërsa parkimet e dy fisha dhe parakalimet e rrezikshme e kanë rënduar më tej qarkullimin. Fluksi pushuesve në qytetin e Vlorës nis të ndihet që në orët e para të mëngjesit të kësaj të shtune. Qindra vizitor vendas dhe të huaj kanë mbritur në qytet, duke sjellë një rritje të ndjeshme të lëvizjes së automjeteve dhe qytetarëve. Numri i lartë i turistëve ka sjellë dhe rëndim të qarkullimit rrugor. Trafiki dendur është regjistruar në disa prej akseve kryesore të qytetit, ku lëvizja automjeteve është zhvilluar me ritme të ngadalta. 10 ditë që i pari i muajit gusht ka sjell edhe numri më të lartë të pushuesve të cilët zgjedhin qytetin e Vlorës për të kaluar pushimet e verës. Por kjo ka sjell edhe një trafik të rënduar, ku akset më problematike mbeten rruga transballkanike, por edhe zona e Lungomares. Për të përjashtuar ditët më me fluks, mbetet fundjava ku me qindra pushues të ardhur nga Tirana, por edhe nga Italia, në të cilën zgjedhin të zbresin në portin e Vlorës, e rëndojnë edhe më tej situatën. Situata më problematike është konstatuar në aksin transballkanike Lungomare, si dhe në aksin Radhim Orikum, ku fluksi automjeteve ka qenë më i lartë për shkak të mbritjes së pushuesve gjatë fundjavës. Problem mbeten dhe parkimet dyshe, por dhe në shumë raste 3 në radhë në zonat bregdetare, si dhe drejtuesit e automjeteve, të cilët nuk zbatojnë kodin rrugor, por për të shmangur trafikun, bëjnë parakalime shpeshherë të rrezikshme, duke rënduar atë dhe më tepër. Autoritetet u bëjnë apel drejtuesve të mjeteve të tregojnë kujdes gjatë qarkullimit, të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor dhe të shmangin kur është e mundur oraret e pikut për të lehtësuar trafikun. Pritet që dhe e diela, por dhe fundjavat e mbetura të muajit gusht për shkak të numrit të turistëve të jenë me të njëjtin trafik të rënduar në qytet. Vijojmë me zhvillime nga kultura. Ka qelur si pari në kod Bashkia Selenic, festivali folklorik edicioni 4, për 3 ditë me radhë në qendër të fshatit performojnë grupet e polifonis Labe nga fshatrat e Selenicës, por edhe grupet të ftuara nga trevat e Labërisë. Ka qelur si pari në kod të Bashkisë Selenicë, festivali folklorik edicioni 4, për 3 ditë me radhë në qendër të fshatit performojnë grupet e polifonis Labe nga fshatrat e Selenicës, por dhe grupe mike të ftuara nga trevat e Labërisë. Grupet konkurrojnë mes tyre, ndërsa në natën finale do të shpallet dhe fituesi i këtij edicioni. I ngjitur në skenë për fjalën përshëndetëse kryetari i Bashkisë Selenicë, Nertil Bellaj, e cilëson polifonin si pasaportën më të mirë të historisë, kulturës dhe traditës së zonës. Bellaj thotë se organizimet të tilla do të vijojnë dhe në vitet e ardhshme. Në radhë parë dua t'ju falenderoj që për të 4 vite ju e keni mbush këtë shesh dhe këto skena plot. Dhe prezenca juaj është një prezent zëmre që tregon dashurinë që kemi ne si zonë dhe ju të gjithë bashkë për këngën Labe. Ne si bashki kemi pasur një fokus të veçantë. Kemi pasur një fokus të veçantë të pasurit që ne kemi. Dhe kënga Labe është një prej
pasurive dhe pasaportave më të mira për Selenicën, për Labërinë dhe gjithë Shqipërinë. Dhe duhet që të organizohet dhe të festohet edhe më fort, edhe më bukur se kaq sa jemi këtu. Ky festival nuk do të pushoj, nuk do të mbaroj asnjëherë sido që të shkojnë ngjarjet. Edhe një herë shumë faleminderit dhe urojmë grupeve suksese. Ky festival ka mbledhur në qendër të fshatit kod banor të fshatrave emigrant të kthyer në atë dhe porte të huaj që vlerësojnë aktivitetet e traditës. Për ta fshatrat ka nevojë për më shumë gjallëri, ndaj është i rëndësishëm organizimi i sa më shumë koncerteve të tilla. Publiku, këto grupet polifonike, si ambient shumë i mirë, i shkëlqyer. Jeni mbledhur për të festuar? Po, jemi mbledhur për të festuar sot festën e kotës. Ka mbledhur bashkë gjithë banorët këto aktivitet? Pa tjetër të gjithë. Jemi mbledhur Mavron, Kot, Lapara, Gumenit, gjithë fshatrat e zonës së komunës Kot këtu. Duhet jenë aktivitetet më të shpeshta? Po, si shumë të mira. Shumë mirë. Entuziazmi është shumë i lartë, kanë ardhur nga gjitha krajinat, kanë ardhur nga gjitha vendet. Është një fest shumë tradicionale e lumit të Vlorës, që i fletohet e mbështetet nga Bashkia e Selenicës. Duhet të ketë më shumë evente të tilla? Duhet të ketë më shumë. Çfarë sjellin për zonën? Për zonën sjellin bashkësi, mirësi, kënaqësi, rini, të gjitha të mirat i ka zona. Çfarë të rejshë më të? Po, shumë e bukur, kënga jonë, Labëria, do të ketë sa më shumë. Çfarë sjellin? Kënaqësi, bukuri të gjitha. Jeni banor i zonës? Po, e bardhjot, e bardaja. Sot si edhe? Shka ku të vej më mirë. Çfarë të pëlqen më tepër? Më pëlqen publiku ku e shikoj, publik të madh, këto janë gjëra shumë të mira, i rikthehemi gjithmonë rrënjës, këngës, labërisë, polifonisë, kënaqësi. Po patjetër që eventet duhen gjithmonë, po. Mbledh gjithë zonën të rinj, të emigrantët? Patjetër, është periudha më e përshtatshme për të patur dhe publik. Do jeni këtu 3 ditë? Po, besoj po. Përfaqësues të grupeve të polifonisë Labe që morën pjesë shprehen të lumtur. Ata thonë se qëllimi është të trashëgojnë polifoninë Labe tek brezat e ardhshëm. Ani kemi emocion, po ne duam të ruajmë traditën e prindërve tanë. Vjeri im ka qenë këngëtari më i madh në Selenicë, se tani nuk jeton më, dhe ne do jemi pasardhësit e tyre. Ne fëmijët tanë, niprit tanë, edhe do ta forcojmë akoma më shumë. Edhe jemi shumë të kënaqur. Unë do të thosha është një vlerësim i madh për grupin Uan Sholla, grupi vllak i Selenicës, i cili është pjesëmarrës për herë të 4 në këtë edicion, dhe ne paraqitemi me 2 këngë të tabanit tonë, të kulturës tonë, të traditës tonë vllake, dhe me një këngë shqip për të respektuar gjithë të pranishmit. Ky edicioni 4 ka vlera jashtëzakonisht të mëdha për gjithë Bashkinë e Selenicës, e cila nga viti në vit përsoset në këngë, përsoset në nivel, në cilësi, edhe në pjesëmarrje. Por dëgjova kryetari i Bashkisë e tha çfarëdo gjë që mund të ndodhë, do shikojmë nëse ne prapë do vazhdojmë. Duke filluar që nga Ambantja, Vajza, Kota, Gjormi, Selenica e shumë të tjera. Sukses të gjithë grupeve dhe të fitoj kush është më i miri. Është një vlerë e veçantë, është një kënaqësi për neve. Bravo, sjell bashkim, vllazërim, kujtojmë këngët e vjetra, vlerat e vjetra dhe duhet trashëguar edhe Brezilit. Po nuk patë emocione, nuk i artist. Aktiviteti është një shumë pozitive, e vlerësoj maksimalisht, sepse kjo është një kryevepër që e ka iniciuar kryetari i Bashkisë dhe ka i merit dhe profesor Selme Gjokoli dhe gjithë stafi i tij që kanë organizuar, sepse kjo është për cilët breza. Rritë e fëmijë, ku janë shumë fëmijë që shikojnë dhe e presin me padurim festivalin.
e Kotës. Po kjo do të bëhet edhe në krajina të tjera, do të bëhet edhe në bashkitë të tjera. Ta përcjellim sa më shumë, sa më gjatë Këmbëlabe. Po ai qëllimi o final, edhe ka qenë dhe vetë, gjithmonë, që të lëmë trashëgimi fëmijëve tanë, nipërve tanë. Ai është qëllimi. Si duken të rinj, janë të interesuar për polifonin? Jo dhe aq, po ne përpiqemi gjithmonë të mbajmë afër. Faleminderit shumë. Festivali folklorik i Kotës çel dhe një tjetër traditë në zonë, atë të festave të fshatrave, ku në çdo qendër të fshatrave në zonë do të ketë fest me këngë dhe valle. Një gotë alkool mund t'i kushtoj një shoferi patentën për gjithmonë, e ndërsa kapesh dyer me celular për 3 muaj, nuk ke të drejtë të kapësh timonin me dorë. Këto janë masat e reja në kodin rrugor, i cili ka nisur tashmë zbatimin me rregullat e reja që parashikojnë dëshkime shumë herë më të ashpra. Prej 2 ditësh ka hyrë në fuqi ligji për ndryshimin e kodit rrugor, duke ashpërsuar në këtë mënyrë masat për të gjithë shkelcit e ligjit apo shkelcit e kodit rrugor. Pra, për gjithë personat të cilët lëvizin drejtim mjeti në mënyrë të dehur me mbi 0.5 gram për litër në gjak, ujqet patenta përjetësisht, pra nuk do të kenë më mundësi që të drejtojnë një automjet. Ndërkohë që për moshën madhore, të cilat lëvizin pa patent, nuk do të kenë më mundësi të shkojnë autoshkollë për një vit për të pajisur me patent. Masat e ashpra janë bërë edhe për minorenët, ata të cilët lëvizin me automjet pa patur patent. Në 2 vitet e ardhshme, pasi mbushin 18 vjeç, nuk do të kenë mundësi të jenë me patent. Pra, deri në moshën 20 vjeçare, ata nuk do të kenë të drejtën e tyre për të pajisur me patent, gjë që do të reflektoj pas moshës 20 vjeçare. Ndryshimet në kodin rrugor kanë ardhur pas aksidenteve të shumta, dhe një ndër shkaqet kryesore janë të rinj të cilët lëvizin me shpejtësi te normat të lejuara, çka kanë shkaktuar aksidente her pas here edhe me pasojete. Nëse je i dehur, je ndëshkuar më parë nga policia për këtë shkelje të kodit rrugor dhe drejton makinën sërish me më shumë se 0.5 gram litër në gjak, patenta do të ishet përgjithmonë, pa pasur asnjë mundësi rimarrje në autoshkollë. Kjo mas drastike bëhet për të zhdukur nga rrugat të dehurit kronik, të cilët konsiderohen shoferët më të rrezikshëm. Nëse je pa patent në moshë madhore dhe kapesh nga policia duke qarkulluar me automjet përveç gjobës, për një vit nuk do të mundesh të pajisesh me një të tillë. Pra nuk ke të drejtë të shkosh në autoshkollë për të bërë shofer. Masa është më e rëndë nëse je i mitur dhe kapesh në timon. Kur të jesh 18 vjeç nuk do të mund të marrësh patent si bashkëmoshatarët. Duhet të kalojnë të paktën edhe 2 vite të tjera që të paraqitesh në autoshkollë. Statistikat e ngjarjeve rrugore tregojnë se shoferët e rinj që sapo kanë marrë një leje drejtimi kanë probabilitet të lartë të përfshirë në aksidente, shpejtësi dhe shkelje të tjera. Për këtë është pare udhës që kjo kategori shoferësh në 2 vitet e para të pajisjes me patent nuk duhet të vërë asnjë pikë alkool në buzë. Kur është në timon, shpejtësia në autostradë duhet të jetë maksimumi 90 km/h dhe 18 km/h në rrugët e tjera jashtë qendrave të banuara. Nëse nuk respektohen, dëshkimi me gjobë është nga 5.000 deri në 15.000 lek, përveç shpezullimit të patentës, 1 muaj dhe heqjes së pikëve. Nëse gjatë kësaj faze prej 2 vitesh shoferi bën 2 shkelje brenda 1 viti, kufizimet e shpejtësisë apo qarkullimit me orare zgjaten edhe me 1 vit, duke e çuar në 3. Ndryshimi i rëndësishëm bëhet edhe te pezullimi i lejes së drejtimit. Nëse deri më tani pezullimi do të konvertojë me dhënien e 2 fishit të vlerës së gjobës nga i gjobituri, si nga të huaj edhe nga shqiptar, tashmë patentat që lëshojnë autoritetet tona nuk ekziston. Pezullimi i patentës bëhet automatikisht. Rritje të gjobës ka edhe pranë shkollave, atyre që bëjnë gara me makina apo manovra agresive. Nëse deri më tani gjoba ishte 10 deri në 40.000 lek, shkon nga 20 deri në 60.000 lek. Nëse një shofer kapet dyer në vit me celular në dorë në timon, patenta i pezullohet 3 muaj. Deri tani kodi rrugor e kishte këtë shkelje me 3 herë. Celulari ndalohet të përdoret jo vetëm nga shoferët e makinave, por edhe drejtuesit e bicikletave, motorëve deri në 50 kubik dhe monopatinave. Një sherr mes disa të burgosurve është regjistruar në burgun e sigurisë lartë në Fier në dhomën e ajrimit. Burime nga Spitali Rajonal i Fierit dhe nga institucioni vuajtjes së dënimit konfirmojnë se gjatë konfliktit 2 të burgosur kanë mbetur të plagosur.
Një sherrë mes disa të burgosurve është regjistruar në burgun e sigurisë të lartë në Fier në dhomën e ajrimit. Burime nga Spitali Rajonal i Fierit dhe nga institucioni vuajtjes së dënimit konfirmojnë se gjatë konfliktit, dy të burgosurit kanë mbetur të plagosur. Sipas të dhënave paraprake, dyshohet se të plagosurit janë goditur me mjete të improvizuara, me styre edhe brisqeroje. Pas nisjes së konfliktit kanë ndërhyrë menjëherë forcat e sigurisë së burgut, të cilat kanë neutralizuar situatën dhe kanë rikthyer të burgosurit në qelitë e tyre. Dy të plagosurit janë transportuar me urgjencë drejt Spitalit Rajonal të Fierit, ku kanë marrë ndihmën e parë mjekësore. Sipas burimeve spitalore, gjendja e tyre shëndetësore paraqitet e qëndrueshme dhe ata janë jashtë rrezikut për jetën. Burimi informacioni nga burgu Fier pohojnë se një ka qenë në paraburgim, ndërkohë që stafi drejtuesi i burgut është thirrur me urgjencë për të shqyrtuar situatën. Nuk dihen ende rrethanat e plota që çuan në nisjen e konfliktit, sikurse nuk bëhen të ditur edhe emrat e dy të plagosurve apo personave që janë përfshirë në konflikt. Ndërsa pritet edhe një reagim zyrtar nga drejtoria e institucionit të vuajtjes së dënimit për të sqaruar ngjarjen dhe masat e marra pas incidentit. Një furgon me targa të Maqedonisë së Veriut është përfshirë nga flakët mëngjesin e kësaj të shtune, pranë rrugës që të çon në Këmishtaj. Automjeti po transportonte një ngarkesë me zogj të vegjël të fushës dhe pavarësisht ndërhyrjes së shpejtë, më shumë se gjysma e zogjve kanë ngordhur. Një automjet tip furgon me targa të Maqedonisë së Veriut është përfshirë nga flakët mëngjesin e kësaj të shtune në afërsi të zonës së njohur si pushimi i shoferit. Furgoni po udhëtonte në drejtim të fshatit Këmishtajt dhe transportonte një ngarkesë me zogj të vegjël fushë të ardhur nga shteti fqinj. Drejtuesi i automjetit ka konstatuar praninë e tymit dhe më pas të flakëve vetëm pasi kishte dalë nga autostrada dhe ishte futur në aksin rrugor në drejtim të Këmishtajt. Menjëherë pas konstatimit të zjarrit, drejtuesi ka ndalur automjetin dhe është njoftuar shërbimi zjarfikës. Në vendngjarje kanë bërritur forca zjarfikëse të Lushjes, të cilët kanë ndryrë me shpejtësi për të izoluar dhe shuar flakët. Zjarri ka përfshirë pjesën e përparme të automjetit, ndërsa ndërhyrja e shpejtë e zjarfikësve ka parandaluar përhapjen e mëtejshme të flakëve në të gjithë mjetin. Megjithatë, pasojat kanë qenë të rënda për ngarkesën që ndodhej në pjesën e pasme të furgonit. Më shumë se gjysma e zogjve që transportoheshin kanë ngordhur si pasojë e zjarrit dhe tymit, ndërsa pjesa tjetër është nxjerrë nga automjeti. Sipas shërbimit zjarfikës të Lushjes, nga verifikimet paraprake dyshohet se shkaki i zjarrit ka qenë një defekt në sistemin e kondicionimit të pjesës së ngarkesës. Zjarri mendohet të kenë nisur pikërisht nga ky sistem dhe më pas është përhapur në pjesën e përparme të automjetit. Fatmirësisht nga incidenti nuk raportohet për persona të lënduar, ndërkohë autoritetet vijojnë verifikimet për të përcaktuar rrethanat e plota të ngjarjes dhe shkakun e saktë të zjarrit. Është zhvilluar seanca për caktimin e masës së sigurisë ndaj 5 personave të arrestuar në fshatin 6 të Sarandës me 2 armë zjarri, pistolet. Pas vlerësimit të arrestit në flagrancë, gjyqtari Mexhit Doçi caktoi masën e sigurimit arrest në burg për 2 shtetas, ndërsa arrest në shtëpi për 3 të tjerë. U kapën me armë në 6 të Sarandës, 2 lija në burg e 3 në shtëpi. Është zhvilluar seanca për caktimin e masës së sigurisë ndaj 5 personave të arrestuar mbrëmjen e së hënës në fshatin 6 të Sarandës me 2 armë zjarri, pistolet. Para gjyqtari Mexhit Doçi dolën 26 vjeçari Alfred Kaja dhe 33 vjeçari Sidorel Moriseni, të dyshuar për armbajtje pa leje, si dhe 21 vjeçari Vitrin Hoxha, 22 vjeçari Franco Bobja dhe 31 vjeçari Vionis Poka, të dyshuar për moskallëzim i krimit. Dy të parët u kapën në flagrancë nga policia duke poseduar 2 armë zjarri, pistolet, njëra prej të cilave me silenciator, ndërsa 3 të tjerët i shoqëronin ata. Pavarësisht se u dyshua se ata mund të kryenin ndonjë ngjarje kriminale, këto dyshime kanë rënë pasi policia nuk u gjeti atyre as maska, as doreza, as lëndjekse, ndërkohë që automjetet që lëviznin ishin me dokumentacion me targa të rregullta. Edhe dëshmitë e tyre para grupit hetimor, po ashtu edhe para gjykatës, qëndronin larg dyshimeve për të kryer vrasje. Burimet bëjnë me dije se 5 të rinj, të cilët nuk kanë precedent të theksuar, por mund të jenë konsumator lëndësh narkotike, mund të jenë të përfshirë në një aferë të shitjes së armëve të zjarrit. Të rinjt janë kryesisht banorë të fshatrave të Tiranës e Rogozhinës. Pas vlerësimit të arrestit në flagrancë, gjyqtari Mexhit Doçi caktoi masën e sigurimit të arrest me burg për Alfred Kajën dhe Sidorel Morisenin, si dhe arrest në shtëpi për Vitrin Hoxhën, Franco Bobja dhe Vionis Poka. Është përkujtuar në Gjirokastër në fushën e Kardishit 83 vjetori krimi të batalionit partizan Asim Zeneli. Në aktivitetin e zhvilluar në lapidarin në nderim të kësaj ngjarje historike të pranishëm, përfaqësues të Bashkisë Gjirokastër, organizatës së veteranëve dhe familjarëve të dëshmorëve.
Në Gjirokastër në fushën e Kardhiqit është përkujtuar 83 vjetori krimi të batalionit partizan Asim Zeneli. Në aktivitetin e zhvilluar në lapidarin në nderim të kësaj ngjarje historike, ishin të pranishëm përfaqësues të Bashkisë Gjirokastër, organizatës së veteranëve, familjarëve të dëshmorëve e të tjerë. Në këtë formacion partizan u përfshi mbi e bijat krejnave të Kardhiqit, kurveleshit Gjirokastrës, të cilët dhanë një kontribut të rëndësishëm në luftën antifashiste nacional çlirimtare. 104 dëshmorë të këtij formacioni partizan dha në jetën në luftën kundër okupatorit nazi-fashist në emër të lirisë dhe idealeve demokratike. Kemi përpara veprës së luftëtarëve të batalionit Asim Zeneli. Në këtë 83 vjetor, lavdi dhe nderim për të gjithë luftëtarët e batalionit Asim Zenelit. Si sot 7 gusht 1943 u krijua batalioni Asim Zeneli me partizan nga qeta Hajredin Tremishti, Toto Bolena, Avni Rustemi dhe Qerqistopulli. Ky batalion është i pari në qarkun e Gjirokastrës si formacion luftarak, me rreth 360 partizan. Këtu u bë betimi. Vlerësimi dhe përkujtimi i ngjarjeve historike është pjesë e kalendarit të aktiviteteve të zhvilluar përgjatë këtij viti në Gjirokastër. Të nderuar shikues, kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.